Civil Media. Të ndëruar të pranishëm, mirëdita dhe premier, edhe pse dëgjuam shumë diskutant, shumë pak flitet për këtë kategori të qytetarëve dhe kanë të drejtat e njëjta për zgjedhje sikur gjithë të tjerët. Të në thotë e drejta për zgjedhje është e drejtë e njeriut, në shtete demokratike kjo e drejtë praktikohet. Tek ne ende konsiderohet si privilegj, a është e drejta privilegj, apo është e drejtë për personat me pengesa. Do të flas për shkak se për këtë kam të drejtë, jam nën e një votuesit me pengesë. Kjo është e para dhe kjo është funksioni i parë kryesor në jetë, por edhe kryetari i shoqatës inkluzive, ku viteve të fundit nga viti 2006 më saktësisht punojmë në rritjen e pjesëmarrjes së personave me pengesë në procesin zgjedhor politik. Në polemtimet tona kemi konstatuar se nuk kemi asnjë deputet person me pengesë. Në thotë i pyesim partitë politike çfarë kushte ofrojnë për këta njerëz kur ende nuk kanë deputet person me pengesë, të mos flasim për kryetar dhe funksione tjera në shtet. Nuk ka demokraci nëse nuk kyçen gjithandej këta qytetarë. Për shkak se përsëri do të them kjo është e drejtë e tyre. Konventi për të drejtat e personave me pengesë është ratifikuar në vitin 2011. Tani jemi viti 2019 dhe i bëjmë hapat e parë për mjedis inkluziv. Parolla jo në këto zgjedhje që do të përcjellëm dhe vëzhgojmë për shkak se për herë të dytë kemi vëzhguesit tanë persona me pengesë. Do të vijojë edhe ekipi i inkluzivës dhe vëzhguesit dhe kjo është mundësim i mjedisit inkluziv votues për personat me pengesa. Fillimisht do të luajë Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve për institucionin më të hapur deri tani për bashkëpunim me organizatën tonë, por edhe organizata të tjera që i përfaqësojnë të drejtat e personave me pengesë. Bashkërisht në bashkëpunim dhe partneritet krijojmë kushte aty ku është e mundur të marrin pjesë personat me pengesa në vendet e votimit. Aty e kanë vendet. Thotë në kodin zgjedhor ka të drejtë të votojnë në zgjedhje shtëpiake, por kjo nuk është e drejtë. Kjo është kufizim. Vendin e kanë aty ku gjithë qytetarët votojnë. Ato që kemi bërë bashkërisht në bashkëpunim me këtë institucion deri tani është shabloni për votim për persona të verbër para fushatës zgjedhore, vazhdoi për referendumin dhe tani do të përgatitet puna e dytë. Kufizuesin që të mos ndodhë gjatë formosjes, mua më ka ndodhur dikush tjetër të më shkruajt në vendin tim gabimisht. Me këto kufizues do të ndodhet një gjë e tillë. Gjithashtu 2 vite me radhë ne kemi përgatitur ilustrime me fotografi për procesin e votimit, për shkak se informatat për qytetarët me pengesa nuk janë të kuptueshme. Asnjë institucion nuk mban të llogaritë të jep informata dhe të dhëna në dispozicion për qytetarët me pengesa në zhvillim. Pas përgatitjes nga ana jone për 2 ciklet zgjedhore, tani obligimin e ndërmerr Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Çështja më e madhe e pasditur është qasja fizike. Për monitoringu të fundit që kemi bërë në referendum, 71% e vendeve të votimit janë të paarritshëm në aspektin fizik, si qytetarët i qasen të vinderit të vendi votuesve, nuk është vetëm qasja në objekt. Trotuare jo mjaft të ulta, rampa të vendosura ku janë, por jo në pajtim me standardet, ashtu që përsëri persone nuk mund të hynë brenda dhe e dim se ku votohet. Në vende ku janë institucionet, arsim dhe institucionet tjera, ku tërhiqen shumë segmentet e fushës tjetër sistemi arsimor në shtetin tonë,
shqetësimi të personave me pengesa, socializimi dhe puna më e rëndësishme, dalja prej në shtëpi. Do të thotë prapë se prapë, ne nuk kemi institucione, nuk është vetëm Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve fajtor, por edhe gjithë të tjerët, edhe qeveriset lokale, edhe ne ndërtojmë objekte të reja të cilat nuk kanë të sigurisht gjasë. Ashtu objekte të partive politike nuk janë të arritshme, si mund të mbjen një person të regjistrohet. Në fushatën parazgjedhore është detektuar se pjesë e partive politike i praktikojnë tashmë rekomandimet tona, edhe informatet e tyre janë më të aktësishme, kuptohet në këtë pjesë. Do të lavdëroj institucione përkatësisht Ministrin për Shoqëri Informatike dhe Administratë, që sipas rekomandimeve të inkluzivës organizua platforma janë 80% të arritshme në i testojnë dhe mbi këtyre. Vëzhguesit me pengesa, çka do të vëzhgojnë, do të jenë gjithandej në shtet. Janë 40 në numër, por jemi munduar të sistemojmë në vende numërës më të madh të qytetarëve dhe mjediseve rurale. Do të vëzhgojnë aspekt të pengesës dhe kuptohet raporti jonë do të jetë pikërisht i tillë. Ne si organizat kemi vërritur se kishte tentativa për të si miratuar ligj shumë të rëndësishëm para 2 ditëve para zgjedhjeve me procedurë të shkurtuar, që shumë i prek personat me pengesa dhe sot apeluan të unë të përcoj këtë mesazh. Mos miratoni ligje të cilat i prekin kategoritë e lëndueshme të qytetarëve, veçanërisht personat me pengesa me procedurë të shkurtuar. Për ligjin për mbrojtje sociale ka reaksione të zjarrta pse ishte para zgjedhjeve dhe pse është me procedurë të shkurtuar me sigël evropiane, për shkak se konsiderojnë se kërkesat e tyre nuk janë futur në ligjin. Puna e dytë që dëshiroj të them është humbja e besimit të personave me pengesë në partitë politike dhe mospasja e dëshirës të realizojnë të drejtën për votë. Ne punojmë në motivimin e tyre si dhe informim, por gjithsesi këto duhet të kyçen institucionet, mediat, që të mund të informojmë. Ne jemi organizatë jo qeveritare, me shumë pak mjetët të cilat i marrim rreptësisht prej donatorëve të huaj. Shteti jonë ende nuk ka gjetur mënyrën të financojnë organizata i qytetarët të cilat punojnë në interes të shtetit, në interes të kategorive të lëndueshme të qytetarëve dhe nuk mund vetë të veprojnë. Mediat janë shtytësi jonë, kuptohet edhe organizatat sikur civil. Faleminderit Gjavir që nuk na lëni ta na shkaluar në ngjarjet tuaja, gjithmonë na ftoni, ne jemi këtu në dispozicion tuaj, jemi dorë e zgjatur institucioneve dhe gjithmonë gjejmë kohën kur të na ftoni. Ju falenderoj. Civil Media